Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Shumë prindër përdorin videot ose televizorin si një mënyrë për të qetësuar fëmijët para se të flenë. Është një zgjidhje e lehtë, e shpejtë dhe në dukje pafajshme. Por a është kjo në të vërtetë një ide e mirë? Sipas shumë studimeve shkencore, ekspozimi ndaj ekraneve, veçanërisht para gjumit, mund të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit tek fëmijët. Kur një fëmijë sheh video para gjumit, truri i tij stimulon prodhimin e hormoneve të zgjimit jo të gjumit. Drita blu që lëshojnë ekranet ndikon në shtypjen e melatoninës, hormoni që ndihmon trurin të kuptojë se është koha për të fjetur. Përveç kësaj, edhe përmbajtja videove luan një rol. Edhe nëse videoja duke qetësuese si një vizatim i animuar, i butë apo një histori para gjumit, ajo përsëri mban trurin aktiv dhe e largon nga përgatitja natyrale për gjumë. Studimet tregojnë se fëmijët që shohin video para gjumit kanë më shumë gjasa të flenë më vonë, të dëgjojnë gjatë natës dhe të kenë më pak orë gjumë në total. Ekspertët rekomandojnë që ekranet duhet të shmangin të paktën një orë para gjumit. Në vend të tyre, prindërit mund të krijojnë një rutinë qetësuese që përfshin leximin e një libri, një bisedë qetë ose një dush i ngrohtë. Këto janë aktivitete që ndihmojnë në zhlirimin e trupit dhe përgatitjen për gjumë. Kjo nuk do të thotë që videot janë të këqija në vetvete. Ato mund të përdoren në kohë të caktuara gjatë ditës për edukim ose argëtim, por para gjumit është më mirë të krijohet një ambient pa ekrane. Shkenca është e qartë. Shmangja e videove para gjumit është një hap i thjeshtë që mund të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e gjumit tek fëmijët dhe si pasojë edhe shëndetin e tyre të përgjithshëm. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.